25 familje në Bashkinë e Korçës do të përfitojnë nga programi i strehimit social për mirësimi kushteve të banimit për komunitete të varfra dhe të pafavorizuara. Për këto familje do të ketë ndërhyrje në banesat e tyre dhe konkretisht në 7 banesa kolektive, ku jetojnë 13 familje dhe në 12 banesa të tjera individuale. Kjo është miratuar në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak të Korçës, ndërsa vlera e investimit do të kapë shifrën 22.9 milion lek, nga të cilat 50% do të financohet nga Bashkia e Korçës dhe 50% nga buxheti i shtetit. Këtë muaj miratohen 25 familje përfituese nga programi i strehimit social, përmirësimi kushteve të banesave ekzistuese dhe zonave të papërshtatshme për vitin 2026 sipas tabelës që e kemi të bashkëlidhur materialet. Në këtë mbledhje janë miratuar edhe 4 familje të tjera të cilat do të përfitojnë një grant të menjëhershëm nga buxheti i shtetit për lehtësimin e blerjes së banesave me kosto të ulët. Ky grant i menjëhershëm akordohet nga buxheti i shtetit nëpërmjet Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave që mbulon çështjet e strehimit. Kështu që përfitohet në masën ulje nga buxhet me banesa me kosto të ulët në masën 10% të çmimit të shitjes së banesës me kosto të ulët, përveç rasteve që janë të parashtruara në ligj, ku granti jepet në masën 20% të çmimit të shitjes së banesës me kosto të ulët. Këtë muaj 4 familje përfitojnë këtë grant të menjëhershëm. Këshilltarët kanë miratuar edhe një ndryshim në buxhetin e bashkisë për vitin 2026, nivelin e pagave për punonjësit e bashkisë dhe institucioneve të varësisë, të cilat do të indeksohen në masën 2.5%, si dhe disa vendime në lidhje me përdorimin e të ardhurave të trashëguara nga viti 2025, miratimi logos së qendrës së shërbimeve për mbështetjen e fëmijës dhe familjes e të tjera.